Filmi i shkurtër Two People Exchanging Saliva shpërblyer me çmimin Oscar për filmin më të mirë të shkurtër në ceremoninë e Academy Awards 2026, një nga çmimet më prestigjioze në industrinë botërore të filmit. Two People Exchanging Saliva. This is the first Oscar win and nomination for Alexandra Singh. Një moment i veçantë krenarie për kineman kosovare është pjesëmarrja e aktorës Luana Bajrami, e cila është pjesë e kastit të këtij projekti fitues. Prania e saj në një film që është vlerësuar me çmimin më të madh të kinemas botërore, shënon një tjetër sukses të rëndësishëm në karrierën e saj ndërkombëtare. Bajrami, tashmë me paraqitjet e saj në produksione të ndryshme kinematografike, ajo vazhdon të përfaqësojë me dinjitet talentin e artistëve kosovar në industrinë ndërkombëtare të kinemas. Fitoria e këtij çmimi në Academy Awards 2026 e vendos filmin mes produksioneve më të vlerësuara të vitit në kategorinë e filmave të shkurtër, duke tërhequr vëmendjen e industrisë së filmit dhe publikut ndërkombëtar. E në të njëjtën kohë, kjo arritje shënon edhe një moment të rëndësishëm për praninë e artistëve me origjinë nga Kosova në skenën botërore të kinemas. Luana Bajrami është e njohur edhe për rolet e saj në filma të tjerë të vlerësuar ndërkombëtarisht, si Portrait of a Lady on Fire dhe Schools Out, duke u afirmuar si një nga aktorët e reja më premtuese në kineman evropiane.